Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin javor nga data 1 deri më datën 7 qershor të 2026. Kemi të bëjmë shumë me një javë mjaft të rëndësishme për nga ndikimet planetare, mjaft të rëndësishme nga ndikimet dhe ndryshimet që kanë të bëjnë. Por para se të filloj me parashkimin e javës, I hedhim një sy ditëve, ndikimeve, mundësitë që kanë të bëjnë përsa I përket kësaj jave, përsa I përket ndryshimeve dhe kohës që kanë të bëjnë në këtë drejtim. Kemi një nga mundësitë dhe kohën e duhur që Mërkuri futet në shenjën e Gafores, një nga ndryshimet më të mëdha që ndikojnë dhe në ndryshimet të mëdha emocionale. Data 1 qershor, Mërkuri kalon në shenjën e Gafores dhe komunikimi bëhet më emocional, intuitiv dhe personal. Kujtimet, familjet, njerëzit të afërt, nevoja për siguri emocionale dalin në plan të parë, sepse është një nga ndikimet më të mëdha që ndikojnë, ndryshojnë në lidhje me takimet e bisedimet të rëndësishme janë më afër se kurrë. Ka një ndikim shumë të mirë. Shumë biseda do të keni dhe mjaft ndikime të mëdha në çështjet sentimentale, njerëzit që kërkojnë më shumë mbështetje dhe mirëkuptim. Kjo periudhë favorizon diskutimet familjare, rikthimet, kontaktet e vjetra dhe reflektimet mbi nevojat tona emocionale. Duket se kjo atmosferë ka një ndikim mjaft të madh sepse zbutet gradualisht në gjëra që neve duam të bëjmë. Pas tensioneve të fundit të majit, ditët e para të muajit qershor fillojnë gradualisht të sjellin shumë qetësi dhe organizim emocional. Megjithatë, shumë situata do të kërkojnë ende durimin dhe maturinë, sepse klima mbetet e paqëndrueshme dhe e ngarkuar në këto drejtime në bazë të ndikimeve dhe pozicionimeve të planetave. Kjo periudhë është ideale për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale, kufit emocional, vendime profesionale, çështje ekonomike dhe planet për udhëtime ndash për punë, ndash për karrierë. Është një javë që mund të sjellë zime të rëndësishme, vendime që ndryshojnë drejtime dhe nevojë për të parë të vërtetën më të qartë. Ajo çka do të kemi gjithashtu ka të bëjë shumë edhe me ndryshimet, sidomos ndikimet të datës 1, u jep mundësi dhe kohë mbi zhvillimet dhe ndryshimet. Data 2 ka të bëjnë shumë me anën e pozicionimit të planeteve, sepse një nga mundësitë më të arta që ka të bëjnë dhe ndikimit e shenjave që japin mundësi, siç është dashi, shenjat e zjarrit kanë të bëjnë shumë, dashi ka të bëjnë me luanin, ka të bëjnë dhe me bricapët dhe ndryshimet e takimet që mund të keni. Por në datën 2 është mirë që takimet të bëhen paradite. Kemi datën 3. Data 3 qershor na jep mundësi dhe kohën e duhur përsa I përket zhvillimeve, përsa I përket ndryshimeve, përsa I përket asaj çka jemi, asaj çka kemi dhe ku duam të shkojmë. Nëse kemi një udhëtim ose duam të bëjmë diçka që neve na takon, është momenti I duhur. Që sidomos nga dreka ka diçka shumë të madhe dhe pasditja. Shenjat që ndikohen datën 3 ka të bëjnë shumë shenjat e ajrit, siç janë binjakët, siç janë peshorët, siç janë ujorët, kanë një ndikim shumë të mirë mbi atë çka ata duan të realizojnë dhe të rregullojnë. Kemi datën 4, data 4 qershor. Data 4 qershor na jep mundësinë, kohën e duhur mbi zhvillimet, ndryshimet të mëdha që kanë të bëjnë, mbi favorizimet që jepen. Gjithmonë data 4, po ta kuptoni në brendësi të saj, na jep disa mundësi shumë të mira, sidomos ekonominë, sidomos lidhje me një trashëgimni që është e mundur të ndodhi, pikërisht në datën 4. Bisedimi që do të bëjnë janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, siç janë luanët dhe ndikimi më I madh që janë shitjetarët të editit të tretë, ku ndryshimet janë të pashmangshme si në lidhje me punën ose një ofertë shumë e rëndësishme që lidhet me atë çka jemi, me atë çka kemi në të vërtetë. Por gjithashtu është edhe periudha ose koha e duhur mbi ndryshimet, mbi vendimet që do të marrim tani e tutje, është një nga periudhat më ideale të qenë ndonjëherë. Kemi datën 5. Data 5 na ndihmon shumë përsa përket personat që kanë të bëjnë me takime pune, kanë të bëjnë me bisedime, udhëtime, lajme shumë të rëndësishme, por do keni kujdes, sepse gjithmonë dita e premte lidhet me ditën afër ditës, por nganjëherë mund të jemi në një lajm të rrembë dhe kjo mund ta aprishi pak disi Terezin, por jo se kemi probleme ose kemi gjëra që ndryshojnë disi mënyrën dhe komunikimin në bazë të dhënave dhe të ndryshimeve të mëdha që ju do të keni tani e tutje, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një mundësi të artë mbi atë çka jemi, atë çka kemi në brendësi dhe në të vërtetë çfarë duan.
Megjithatë, lidhet shumë me dashurinë e munguar, lidhet shumë me çështjet që kanë të bëjnë me disa takime të papritura që janë në fakt mjaft të rëndësishme ose keni pasur një ndarje dhe kjo ka ndodhur për një arsye apo për tjetër, por vjen momenti dhe koha e duhur mbi ndryshimet dhe takimet që juve keni në fushën e karrierës, juve që keni në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Megjithatë, është një nga mundësitë dhe kohën e duhur që do të jepet dhe mundësia por dhe momenti që gradualisht gjërat janë fantastike në anën tuaj. Kurse ndikimit që kanë bënë në datën 6, data 6 ditë e shtunë, që do të thot mundësi, do të thot kohë, do të thot marrje vendime të rëndësishme ku përfitojnë të gjitha shenjat, por ajo që mund veçohet në këtë datë, sepse dita e shtunë është dita e Saturnit, ku na ndihmon jashtëmase për të bërë zgjedhjen e duhur mbi ata që kemi, mbi ato që jemi dhe mundësitë e arta, duke pasur parasysh një nga periudhat më të arta që vijnë ose një diçka që mund të lidhet me anën ekonomike financiare, mund të lidhet edhe me një bisedë që mund të bëni. Kjo bisedë mjaft e rëndësishme sepse ju ndihmon në fushën e karrierës suaj, ju ndihmon në fushat të ndryshimeve të mëdha që do të keni si në karrierë, si në punë, si në ndryshimet ekonomike financiare dhe bisedime që do të keni në anën tjetër të kohës dhe të momenteve. Në çështjet që kanë të bëjnë me një nga takimet më të mëdha që keni në ditën e shtunë mbas dite, ka një ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me ndryshimet dhe lidhje me disa çështje shumë madhore financiare. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, mos u shqetësoni edhe nëse keni një shtyrje nëpër aeroporte ose në disa gjëra të natyre, por kjo do të thotë që është vendime dhe ndryshimet në favorin tuaj, jo disfavor. Për sa i përket ditës së diel, të datës 7, dita e diel është dita e diellit ku ndihmohen shumë shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit. Shenjat e ajrit nga njëra anë sepse kanë bënë shumë me ndikimin e diellit në shenjën e binjakëve, ku jepet mundësia dhe koha e duhur për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi dhe jeni koherent me atë çka juve doni dhe të stabilizoni gjërat në anën tuaj. Një mundësi e artë që lidhet me anën ekonomike, lidhet dhe me disa gjëra të tjera që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me gjërat që do të keni në anën tuaj në pozicionin e planeteve, sepse është një nga mundësitë më të mira të qenë ndonjëherë. E përgjithshmja që lidhet në bazë të dhënave që neve kemi dhe mundësitë që ka të bëjnë shumë, është një periudhë mjaft perfekte dhe fisnike nga gjërat që do të keni. Nëse doni të bëni një blerje ose keni për shembull, ose nëse do ta marrim në përgjithësi të 12 shenjave zodiakale që kanë edhe mundësinë e tyre mbi ndryshimin e madh, do të themi për shembull ka diçka që lidhet edhe me punën aktuale, lidhet edhe me disa ndryshime të papritura që mund të keni gjatë kësaj jave, sepse edhe mundësitë që jepen, edhe periudha që juve do të ndikoheni është më së qartë për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit të madh që do të keni në këtë aspekt. Por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse është mundësia dhe mënyra më e mirë e mundshme mbi takimet, mbi bisedimet dhe koha e artë për sa i përket zhvillimeve të mëdha dhe ekonomisë dhe mundësisë që do të vinë. Por gjithashtu, nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse gjërat janë në favorin tuaj, keni edhe një mundësi shumë të mirë sepse nga njëra anë jeni mjaft të ndikuar dhe shumë pozitive në fushën e karrierës dhe të gjërave që do të keni në ndryshimet më të mëdha që do të thotë ekonomi, do të thotë në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve dhe kohës së duhur për sa i përket gjërave që juve do të realizoni në një kohë shumë rekord, do thosha, në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve. Një mundësi tjetër, do shikoni që gjatë mesjavës, ku do të keni dhe disa oferta shumë të rëndësishme, sepse është java e ofertave të mëdha mbi punën tuaj, mbi çështjet aktuale, një punë e dytë që mund të ndikoheni dhe jo vetëm. Prandaj të gjitha këto përbëjnë mundësinë, kohën e duhur mbi disa zhvillime të papritura që juve do të keni në këtë drejtim. Në anën tjetër, kemi një mundësi mjaft të mirë, sepse lidhet edhe me çështjet ekonomike financiare, por gjithmonë për sa i përket ajo që do të keni kujdes, do të bëni kujdes në këtë javë janë çështje kreditimesh, sepse në lidhje me kredit do shikoni shumë ndikime të mëdha që lidhen me firma të ndryshme që do kërkoni që të merrni kredi, nuk e diskutoj, ka shumë të thjeshtë për shembull, por në disa çështje të tilla
keni kujdes larg gjërave të tilla sepse nuk shuhet mirë në lidhje me kreditime, sepse nuk është koha e përshtatshme, nuk është mirë sepse ajo hëna që ishte në datën 31, që ishte në boshtin binjak shigjetar, në shigjetar domethënë në binjak, por meqenëse ke marrë në bazë në radhë shenjat, por është në këtë hark dhe në këtë ndikim, pra në këtë bosht. Pra ne duhet pasur kujdes, pra ne duhet pasur shumë kujdes sepse mund të gaboni në këtë rast, mirë është që të jeni të kujdesshëm, të vëmendshëm në këtë aspekt. Por megjithatë, jeni juve në anën e punës suaj dhe në gjërat e tjera që do të diktojnë në lidhje me anën ekonomike financiare sepse nuk do t'ju duhet. Kjo javë është java e nismave të mëdha në themel, prandaj do t'jeni shumë të vëmendshëm në anën tuaj. Por ajo që do të bëni më tepër kujdes nga gjitha shenjat që është java janë të shenjës së ujit, siç janë të shenjës së gafores, sepse shenja e gafores ka ndikime dhe ndryshime të mëdha në lidhje me takime punë, në lidhje me shumë javë mirë për ata sepse ata që kanë firma të ndryshme ose do të plotësojnë kanë një problem me lidhje me punën, lidhje me disa gjëra shumë të mëdha, por vjen një moment tani, një moment që do arrisin majat për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket mundësive që keni të bëni, por edhe një takim mjaft i rëndësishëm që do të bëni nga mesjava. Kurse mesjava në lidhje me çështje shtetërore, do ta thosha unë, që ka të bëjnë shumë. Kurse kemi në anën tjetër, kemi një shenjë uji gjithashtu që janë akrepët. Akrepët lidhen shumë edhe me çështjet të pozicionit të planetave që ndodhin disa kënde shumë të rëndësishme, sidomos në datën 2-4 dhe datën 7, ku janë disa gjëra që do të ndryshojnë, do të ndikojnë në fusha të ndryshme të punës, të karrierës dhe të marrjeve vendime të rëndësishme. Marrje vendime të rëndësishme merren tani, prandaj do keni kujdes juve të shenjës së ujit, mos mund nxitoni në gjëra të tilla sepse mund të gaboni dhe nuk ka kthim pas, pastaj jeni të detyruar, e ndjeni detyrim i gjë të tillë që duhet të rregulloni gjërat dhe të arrisni qëllimin tuaj për sa i përket anës dhe pozicionimit të planetave në këtë aspekt. Kurse në lidhje me ndikimin e peshqive, peshqit kanë disa mundësi. Prandaj unë do them shtyni disa gjëra, nëse janë disa gjëra që janë urgjente, të domosdoshme në lidhje me punën tuaj, do t'ju ofrohet një punë e re nëse keni mundësinë, sepse pikërisht në këtë javë ndodhin këto gjëra. Pra, tre shenjat e ujit, nga njëra anë u jepet mundësia që ju të rregulloni, të stabilizoni gjërat, në anën tjetër u jepet mundësia që juve gjërat të shikoni në anën profesionale, se jeni profesionist në ato që bëni, profesionist në ato që juve kërkoni të realizoni me sukses dhe me ndryshime të mëdha që do të keni. Por gjithsesi është koha juaj, është momenti juaj. Tani, kjo ishte për sa përket si hyrje, por tani, para se të filloj me parashikimin e kësaj jave kaq të rëndësishme dhe kaq të domosdoshme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diaspor dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar për gjithçka ju intereson juve, atëre kemi faqen që thot www.astrologu.al. Po ta klikoni, atë do të gjeni gjithçka juve intereson. Dhe duke parë se çfarë ju intereson, do shkoni tek sekretaria dhe më pas mund të dërgoni emailin atje, pastaj flasim bashkë si funksionon shërbimi për të marrë në detaje gjithçka ju intereson në punën, dashurinë, ekonominë, problemet të ndryshme që mund keni dhe kohën e përshtatshme për gjërat që juve kërkoni. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe dëshironi të dërgoni një mesazh për të marrë një përgjigje, sepse jo të gjitha përgjigjet nuk mund t'i marrin dot, por mund të kaloni në privat pastaj dhe si të funksionojë shërbimi, atëherë pastaj atje mund të merrni gjithçka, sepse flitet në WhatsApp, flitet për gjithçka në kohën që jemi live, pasi përfundon live-i, për ata që interesohen pastaj mund të lënë një takim dhe të flasit në detaje. Por duke klikuar këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen drejt për së drejti. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimeve, e ndikimeve dhe e mundësive të momentit që janë të shenjës së dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, meqenëse dashi ka diçka shumë të rëndësishme në vetveten e tij, sepse mundohet shumë në fakt për të arritur qëllimit dhe për të pasur një panoramë më të qartë për ato që do të thënë dhe çka kanë të ndërmend.
Sepse kjo periudhë fillon me tensione dhe nervozizëm, pasi ndikimi i fortë i këndëve që bën Marsi, që është guvernatori juaj, me Plutonin, vazhdon të ndihet sidomos në ditët e para. Duhet të tregoni kujdes në marrëdhëniet personale profesionale sepse mund të përballeni me reagime të ashpra, debate ose disa gjëra që nuk është në të mirën tuaj, prandaj duhet pasur kujdes në këtë drejtim. Sepse ka të bëjë shumë në lidhje me nëse flasim për konflikte ose debate nuk çojë gjikundi, prandaj duhet pasur kujdes. Dhjetiçi i parë do të jetë shumë i kujdesshëm dhe jo vetëm. Dhjetiçi i dytë në çështje ekonomike, detyrime financiare apo presione në punë që mund të jetë shkak kryesor i stresit, por kjo do të thotë që e keni mundësinë të rregulloni gjërat dhe jo vetëm. Ajo që do të keni ndikimin më të madh janë të dhjetiçit të tretë. Të lindurit të dhjetiçit të tretë duke se ndikohen më fort dhe mund të ndjejnë disa marrëdhënie apo bashkëpunime që testohen seriozisht. Është në të mirën tuaj, miq të dashur, sepse keni një ndikim shumë të mirë, keni një mundësi të artë mbi zhvillimet dhe ndryshimet që vijnë drejt jush. Por ajo që do të shikoni ka të bëjë shumë edhe me një ndikim tjetër që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, ku gjërat do jenë mjaft pozitive sepse Merkuri në shenjën e Kaprores ndryshon fokusin emocional. Kjo do thotë në fillim javë ditën e hënë në orën 7-8-9, Merkuri kalon në Gafore dhe mendja juaj ka të bëjë shumë në lidhje me familjen, lidhje me çështje praktike, lidhje me ndryshime, lidhje me mundësi të arta që lidhen në fushën e karrierës. Dhe jo vetëm kaq, sepse sinqeriteti, mundësia, koha, ndryshimi, marrja vendimeve të rëndësishëm ka të bëjnë mjaft. Mbas orës 12, pra në fillim ka paksa të ndikuar, por në orën 12 të tutje, dita fillon me horizonte të ndryshme të reja, mundësi të arta. Duket se jo vetëm kaq, por futjava që ditët e parë që shoj furnizojnë në mendime dhe ndryshime shumë të mirë, favorizojnë jashtëmase planet që keni, studimet, projektet profesionale lidhje me të ardhmen, energjia fillon gradualisht të bëhet më pozitive dhe ju ndihmon shumë për të qartësuar gjërat që keni, mund të lini një ide e re, kontakte të rëndësishme apo dëshira për të ndryshuar drejtim në diçka që juve do të heqni dorë nga gjëra që nuk ju përfaqësojnë më. Kjo periudhë ju ndihmon të shihni më larg dhe të organizoni më shumë seriozitet hapat e tuaj të ashpra, sidomos nëse jeni të lindur në fund të dhjetiçit të parë ose në fillim të dhjetiçit të dytë. Keni diçka shumë të madhe sepse e gjithë java është mjaft e ngarkuar me çështjet ekonomike financiare, me biznese, me karrierë dhe e filloni mbar, fillimi i mbar gjysmë punës duke pasur parasysh juve jeni përballë shenjës së ajrit, të shenjës së peshores, që kjo ju jep disi mundësi për të sjellur çështjet problematike ose keni pasur disa probleme që në një farë mënyrë jeni lodhur shumë, por duke pasur parasysh në ajo që do të mbani mend, keni të bëni shumë për ju që jeni në udhëtime ose në bisedime shumë të rëndësishme e keni mundësinë, sidomos në anën ekonomike financiare, sidomos data 1, 3, 4, 6. Keni mundësinë, sidomos data 6 është shumë e mirë për të biseduar ose keni pasur debate me lidhjen tuaj dhe favorizimet për të ardhmen. Por cilën nga shenjat apo ndikimi që juve keni në fushën e dashurisë mund të keni mundësinë ose një rrugëtim të kënaqshëm gjatë jetës suaj nga tani e tutje, ka të bëjë shumë dash peshore, dash gafore, dash bricjap sidomos edhe si shenjë toke që janë, por kanë dhe mundësinë dhe kohën e artë mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që do të keni tani e tutje. Megjithatë, të 30 diçët kanë një mundësi shumë mirë sepse e lidhet puna me familjen. Kurse për ju që jeni në diasporë, një dokument e prisni dhe ky dokument është mjaft i rëndësishëm për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt, por i keni edhe gjëra të tjera që do të keni mundësinë mbi zgjidhje të disa problematikave të ndryshme që keni pasur më përpara dhe kjo do të thotë që është një nga mundësitë më të mira në anën ekonomike financiare, në biznes dhe në kohën e dur për gjëra të mëdha që do të keni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, një moment është mjaft i artë, një kohë e përshtatshme sepse zgjidhja e ekonomisë, zgjidhja e dashurisë, zgjidhja e mundësive të arta që mund keni sepse është koha juaj. Bini pas dhe bashkim familjar mos harroni e keni me bricjap. Prandaj shikojini në detaje, do të kujtoni ka diçka një surprizë që e prisni nga mesjava. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese në shumë drejtime dhe mundësi të arta në vendime që do të marrin, që këta janë të shenjës së Demit.
Për sa përket juve të shenjës së demit, duket se jeni në kohën e duhur mbi atë çka jeni dhe ajo çka keni. Sepse Marsi në ndikimin më të madh që ka të bëjnë, që është në shenjën tuaj, vazhdon të ndikohet shumë me Plutonin duke krijuar disa presione në fakt, por ju jeni në rol drejtues, pak rëndësi ka se këto reagime ose çështje që kanë bërë sidomos marrëdhëniet personale dhe profesionale, mund të ndjeni disa njerëz që juve i sfidoni dhe kjo do thot ata nuk e pëlqejnë këtë gjë sepse juve keni me drejtën tuaj dhe mund t'ju imponohet mbi disa gjëra që klima mund të mos jetë ashtu siç duhet si fillim, por të lindët e 10 ditë parë ndikojnë fort dhe mund të përballen me zhvillime të rëndësishme në punën e tyre sepse bashkëpunimet apo marrëdhëniet mes miqve dhe njerëzve me ndikime me autoritet kanë një mundësi plus, prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse ka të bëjnë shumë, ka të bëjnë mjaft në ndikimet, por do keni vëmendjen shumë për sa i përket kësaj jave, sepse Afërdita dhe Saturni testojnë durimin tuaj emocional dhe kjo do thot ndryshime, kjo do thot ndikime shumë të mëdha. Është e rëndësishme të mos i lini gjërat pas dore ose disa prej jush mund të kenë mundësinë sepse do të shikojnë në lidhje me komunikimin me njerëzit që ju rrethojnë, me familjen. Keni kujdes sepse kur e lini pas dore, lënja pas dore përbën problem në një të ardhmet afërt ose jeni në fushën e familjes, të punës, të karrierës, shikoni karrierën, shikoni gjërat e juaja, pastaj në krahun tjetër lini pas dore, lini boshllëqe që nuk duhet. Keni kujdes sepse baza dhe gjithçka është familja, por në krahun tjetër keni mundësitë dhe kohën e duhur për zgjidhje të mëdha. Megjithëse Mërkuri në shenjën e Gafores ju ndihmon në komunikimin më të qartë, sepse Mërkuri që kalon në Gafore në klimën që fillon gradualisht të bëhet më lehtë për juve. Komunikimi bëhet më emocional, por dhe më i sinqert. Mund të zhvilloni biseda të rëndësishme, të sqaroni situata ose të merrni lajme që ju ndihmojnë të shihni gjëra ndryshe. Kjo periudhë favorizon kontaktet, takimet, udhëtimet e shkurtra dhe organizimi i planeve të reja që do të keni. Sidomos 10 diçi i parë dhe 10 diçi i tretë është shumë i favorizuar të shenjës së demit, edhe pse keni pasur probleme, një periudhë që ju shtyn të rishikoni prioritetet tuaja. Ditët e para të qershorit ju bëjnë të mendoni më seriozisht për sigurinë tuaj të punës dhe të ekonomisë. Mund të lini një ide e re për punën tuaj, financat apo mënyrë që dëshironi të organizoni jetën tuaj në vazhdim. Pavarësisht tensioneve, kjo është një periudhë që mund të ndihmojë të kuptoni qartë çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet. Njerëzit që e meritojnë dhe njerëzit që nuk meritojnë që të jenë pranë jush. Është koha e një ndryshimi të madh që do të bëni në fushën e karrierës, në fushën e jetës suaj personale, profesionale. Keni diçka që juve mund t'ju flasin shumë gjëra në anën tuaj dhe në pozicionin e planeteve, por 10 diçi i parë, favorizime dhe ndryshime që ka të bëjnë është në fushën ekonomike. 10 diçi i dytë, që favorizohet jashtëmase, ka të bëjnë me udhëtimet, jo udhëtime për pushime verore, por udhëtime pune shumë të rëndësishme, dhe kjo bën që tani e tutje të jeni gjërat sa do gjithçka më ndryshe nga që prisni, më ndryshe nga që juve kërkoni dhe dëshironi të realizoni. Megjithatë, është një periudhë mjaft e mirë tani e tutje, ku gjërat do të kenë, jo vetëm të keni mundësinë, por të keni edhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, zgjedhjen e duhur në fushën e biznesit dhe të karrierës, dhe kjo është një nga mundësitë më të mira të qenë ndonjëherë, sepse vërtet jeni në anën tuaj të historisë, vërtet i keni të gjitha mundësitë që juve të zgjidhni çështjet e pazgjidhshme, të keni mundësinë e kohës të momentit, periudhës dhe të dëshirës suaj të madhe, ekonomike, financiare, biznesi, karriere sidomos, është ana juaj dhe pozicionimi i planeteve që do t'ju japi një mundësi shumë të mirë dhe tepër ideale. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, ndikimet më të mëdha që do të keni, miqtë e mi, të shenjës së demit, keni të bëni shumë me Akrep të 10 diçit parë, me Peshk të 10 diçit tretë, me Gafore të 10 diçit të dytë. I keni të gjitha mundësitë për të 10 diçet që kanë një ndikim shumë të madh. Dhe në lidhje me paran, edhe pse jeni fans të paras, por nga ndonjëherë shkoni për më tepër dhe harroni disa gjëra të vogla. Kjo javë është javë që mund të inkuadroni, një javë që mund të zgjidhni problemet, mund të shikoni çfarë duhet bërë, çfarë nuk duhet, dhe keni mundësinë e artë përsa i përket gjërave që juve intereson. Por meqense dashuria është në plan parë për familjen, bashkim familjar, juve që keni të bëni me Akrep, bini pas mos e lini pas dore, sepse është një nga periudhat më të ndikuara dhe më me pozicionimin e planeteve, që do t'japi mundësinë, do t'japi kohën e duhur
për të zgjidhur çështje problematike. Dhe kjo është një nga momentet më të mira të mundshme, një nga momentet që vërtet koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe jo problematike në atë që juve mund të shikoni ose mund t'i lini gjërat siç dëshironi. Por është java e ndryshimeve të mëdha, bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e javës, tek shenja që mund të ketë ndikime shumë herë më të mëdha, që ka jo vetëm ndikime, ka edhe favorizime të mëdha, që këta janë binjakët. Binjakët të dashur, duket se kjo javë është futur shumë mirë dhe thellë në detin e ndikimeve të mëdha, në detin e pasurisë dhe të rregullit të ligjit dhe të mundësive. Binjakët të dashur, meqense kjo periudhë që ndodh është mjaft e ngarkuar emocionalisht, një nga ndikimet më të mëdha që do të keni juve të kësaj shenje, edhe pse ka të bëjnë me Mërkurin në shenjën e ndikimeve të prioriteteve, në shenjën e Kafores, duket se fokusi juaj është ndikimi. Guvernatori juaj në Kafore, në një shenjë mjaft pozitive, një shenjë uji, mund të mendoni seriozisht për të ardhurat. Detyrimet apo mënyrën se si menaxhoni energjinë e kohën tuaj. Është një periudhë që favorizon diskutimet ekonomike, organizimi i planeve, vendosje prioritete të reja. 10 ditë që i parë, edhe pse ka debatuar për shumë gjëra, sepse do të shkojë e drejtë atyre në vendin e duhur. Një moment që i keni qenë rol drejtues dhe nga disa persona të ndryshëm, ju ka thënë deri këtu dhe miru pafshi, juve vazhdoni më tej. Është një nga javët më të ndikuara, më pozitivet, më gjërat nga më të ndryshme që do të keni dhe është mundësia, është koha e ndikimeve të mëdha, sepse mos harrojmë që zgjuarësia, dituria në çështje të rëndësishme dhe nuk bëjmë debate kur kemi të drejtë, por dëgjojmë atë që është e padrejtë për ata, jo për juve, se qetësia është ajo arma më e fuqishme që juve keni, sepse gjithmonë binjakët janë një hap para sa çfarë ndodh. Një periudhë që ndihmon të shikoni pastër dhe atë që juve e dëshironi. Dhe vallë, ja vlen, po, ja vlen, sepse ditët e para të këtij muaji dhe kësaj jave japi mundësinë të reflektoni më thellë mbi marrëdhëniet, zgjedhjet dhe objektivat tuaja personale. Mund të kuptoni disa situata që kanë përfunduar ciklin e tyre dhe mund të shikoni se është koha të mendoni ndryshe për të ardhmen. Pavarësisht që ju keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që të keni qartësinë, mundësinë, por në tensione zgjidhni problemet. Por juve që do të keni ose keni pasur disa çështje problematike të 10 ditësh të parë, çështje ligjore. Por kjo është kalimtare, nuk është se do ngelet në letër dhe nuk do vazhdojnë në punën e vet. Por megjithatë juve keni mundësinë, sepse është një nga momentet më të arta, ndikimin e Mërkurit, sepse Mërkuri, që është guvernatori juaj, në shenjë uji do të thotë pastroj, i rezistoj dhe rregulloj gjërat që dua. Dhe është një nga mundësitë më të arta që do të keni, momentet më të mira të vendimeve që do të merrni, sepse pozicionimi planetar ju ndihmon në këtë aspekt. Dhe në pozicionim të tillë është e rrallë që ndodh kur Mërkuri ndodhet në këtë shenjë uji, tek Kaforia, tek familja, tek ndryshimi, tek mundësive. Një gëzim shumë i madh, 10 ditë i dytë i shenjës së binjakëve. Po çfarë vallë ka të bëjnë? Ka të bëjnë me një gëzim shumë të madh në familje, sepse një çështje ligjore merr fund, një çështje penale në diasporë që keni pasur probleme nga më të ndryshmet. Erdhi momenti, erdhi koha të gëzoni dhe juve, erdhi koha të mundësitë që keni, periudha që ndodhin fenomenet. Është një nga momentet më të arta, është një nga momentet më pozitive të qenë ndonjëherë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj e keni këtë mundësi, e keni këtë moment, është momenti që juve t'i thoni po të së ardhmes, t'i thoni po mundësive, kohës, lumturisë, begatisë e shumë gjëra të tjera ku do t'i keni tani jetutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Prandaj bini pas gjërave sepse do më kujtoni. Nuk e them për të bërë qefin, nuk e them se duhet thënë për të plotësuar puzzle-in, por është momenti juaj miqtë mi të shtresë binjakëve, sepse boll keni vuajtur mbi çështjet, mbi ndryshimet, mbi mundësitë, mbi gjërat që do të keni dhe është momenti pikërisht tani. Dhjetëçi i tretë do merret me pasuri të paluajtshme. Edhe pse ka pasur disa
objektiva të qarta për jetën, sepse shumë gjëra po ndodhin, shumë gjëra do të ndodhin, por gjërat do jenë në favor dhe jo disfavor. Do më kujtoni, do shikoni shumë gjëra në anën tuaj, në pozicionimin e planeteve, sepse u jepet mundësia, koha dhe ndryshimi që do bëhet tani, dhe ndryshimi është i dukshëm për sa i përket gjërave madhore, për sa i përket mundësive të arta që juve do të keni dhe momentet të arta që vinë drejt jush. Prandaj kjo javë, ky fillim muaj të mbar dhe javë të mbar ju uroj dhe ka për qenë për juve të shërës e binjakve, sepse është dhe koha, është dhe momenti që juve e keni, është arti i së vërtetës, është e ardhmja dhe e ndikimit të madh që do të keni tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Mundësitë janë të mëdha, prandaj do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, sepse organizoni me shumë seriozitet hapat tuaj të ardhshëm ku ju përket për gjithçka kërkohet dhe dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek ndikimi, favorizimi, mundësia, koha e duhur mbi vendime të rëndësishme. Kjo do të thotë shenja e gafores. Për ju të shenjës së gaforeve, duket se është pikërisht kjo javë është e juaja. Po të më thoni të, Jorgo, cila nga shenjat mund të kishte përfitime kolosale për shembull? Si dash nga puna, dash nga karriera, dash nga blerje, dash nga shitje, dash nga veshtim, veprime, vendime, do jenë gaforet. Po pse? Sepse Mërkuri në shenjën tuaj ka disa ndryshime dhe ndikime. Favorizime shumë të mëdha në lidhje me takime, lidhje me bisedime të rëndësishme. Por vallë sa është koha e duhur mbi gjërat që neve kërkojmë. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në anën tuaj. Dhe vërtet është koha mjaft pozitive, është mjaft e mbar në atë çka kërkohet dhe ju e doni. Ndikimet që kanë të bëjnë, sepse pikërisht kemi të bëjmë me një gafore, që kjo periudhë fillon me ndikime shumë të mirë në marrëdhënie, në bashkëpunime, kontakte me njerëzit rreth jush. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi. Por megjithatë, keni edhe një mundësi të lindur të 10 ditë të parë ndikojnë fort dhe mund të keni mundësi ndryshime shumë të rëndësishme në punën tuaj, në karrierën tuaj, edhe pse një nga momentet më të arta që keni, miqtë e mi, të kësaj shenje, duket se Mërkuri hyn në shenjën tuaj dhe ju jep zë, ju jep ngjyrë, ju jep mundësi, ju jep shanse të mëdha ekonomike, financiare dhe takime të apritura. Dhe kjo do të thotë që filloni javën me mundësi të arta, sepse Mërkuri që kalon shenjën tuaj ju ndihmon shumë në qartësimin e mendimeve, ndjenjës tuaj. Komunikimi bëhet më emocional, intuitiv dhe personal. Është një periudhë shumë e mirë për biseda të rëndësishme, sqarime, kontakte të reja dhe organizimin e planeve që lidhen me të ardhmen tuaj. Mund të ndihni gradualisht më të sigurt dhe më të vendosur në atë që dëshironi në realitet. Një periudhë reflektimi dhe riorganizimi. Ditët e para të muajit qershor dhe të fillimit të ditës së hënë ka të bëjnë shumë se ju shtyn të mendoni më seriozisht prioritetet tuaja emocionale, profesionale. Mund të kuptoni se disa situata kërkojnë ndryshim, me shumë kufi dhe një mënyrë tjetër menaxhimi, pavarësisht lodhjes së të shkashme, pavarësisht gjërat që keni, duket se kjo javë për 30 ditë të kësaj shenje ka një mundësi mjaft të mirë dhe shumë pozitive. Madje është momenti, është periudha juaj, është ajo çka dua, është ajo çka kërkoj dhe çfarë unë realizoj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, sepse e keni mundësinë, keni dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikët për të 30 ditët. Lidhjet e dashurisë që ka të bëjnë me shenjën së gafores, ka të bëjnë shumë me akrep të 10 ditët parë, me peshk të 10 ditët tretë, me ndikimin më të madh me virgjëresh, nëse prisni një pasardhës është me virgjëresh, çfarë të bën tani neve, se një shenjë uji me një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese që është virgjëresha dhe një governator që ka të bëjnë, dhe governatori i virgjëreshës që është në shenjën tuaj, do të thotë mundësi dhe realitet. Nuk do keni, për shembull, keni një njohje, këtu e 3 muaj, 6 muaj. Është njohja në vazhdimsi të rrugtimit të tyre. Nuk do keni direkt, për shembull, fejes, martesë, po direkt bashkëjetesë, sepse kur gjithçka edhe lulet që kur mbin u bën izmetin dhe rriten me juve. Dhe kjo do të thotë një
pasardhës i sigurt dhe mundësi e artë për gjërat që do keni në familjen tuaj. Prandaj mos e lini pas dore, prandaj e keni mundësinë dhe periudha është ajo që do t'ju japi mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet e juaja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet rrezaton, realizon, konfirmon punën dhe vendin kyç në punë dhe në ekonomi. Që këta janë luanët. Luan të dashur, duket se keni mundësi një periudhë që e filloni me vështërsi në çështje profesionale pasi ndikimet që kanë bënë, por në karrierën tuaj, marrëdhëniet tuaja mund të ndjeni situatë që punë që bëhet shumë intensive. Njerëzit që përpiqen të imponojnë mendimet apo kontrollin e tyre bien jashtë parashikimeve të juaja. Luan të dashur, jeni mjaft të ndikuar dhe mundësi të arta. Është e rëndësishme të shmangni reagimet impulsive për luftën për sa i përket gjërave që duan të bëjnë të tretët, por jeni ju, pra janë të tjerët. Të lindurit në 10-qinë e parë duket se ndikojnë shumë fort për që përballen me vendime të rëndësishme në lidhje me këtë drejtim. Koha dhe momenti, periudha dhe perceptimi i gjërave që keni, por mos harrojmë, sepse keni një ndikim shumë të madh që bëni në ndikimin e madh ekonomiko-financiar. Është një periudhë për të reflektuar dhe disa biseda që janë informacione shumë të rëndësishme, sepse një periudhë ku ndihmon më qartë për të ardhmen. Ditët e para të këtij muaji duket se gradualisht kuptojnë se cilat nga prioritetet tuaja janë reale dhe cilat situata nuk shëbej. Pavarësisht tensioneve, pavarësisht kjo periudhë sjell ndikime, favorizime shumë të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e bisedimeve dhe gjërave të mëdha që do të keni në këtë fusha. Është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi e artë për gjërat që doni të bëni dhe të realizoni. Momenti dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia ka të bëjnë shumë në këtë aspekt. Është një mundësi shumë e mirë që jep siguri, kënaqësi në fushën e punës suaj dhe të karrierës suaj. Ajo që do të shikoni, miqtë e mi të kësaj shenje, sepse luanët vërtet janë mjaft të ndikuar në fushën e karrierës së tyre të 30 diqët, por në fushën e dashurisë, lidhjet afatgjat janë me ujor të 10 diqit parë, me den të 10 diqit tret, me akrep të 10 diqit të dytë. Po do thot me akrep, do thot që vërtet në pasuritë paluajtshme, juve jeni investitor kryesor në lidhje me punën tuaj dhe dini shumë mirë ku do të shkoni. Është harko kohor, është mundësia dhe koha e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet, mbi kohën dhe momentin e duhur, sepse gjithçka është në dorën tuaj. Gjithçka dini se çfarë bëni, dini se ku do të shkoni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Prandaj jeni në anën më të mirë të historisë suaj, sepse komunikimi, baza, marrja vendime të rëndësishme në anën tuaj më të mirë të mundshme e keni dhe si mundësi, e keni dhe si rëndësi që jepni vetes suaj, rëndësi që jepni asaj çka keni dhe gjithçka është në anën më të mirë të mundshme, sepse është kjo periudhë, sepse i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problematika të ndryshme, nga më të ndryshme që mund të ishin ndonjëherë, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me kohën e duhur mbi stabilizimet dhe periudha të ndryshme që do keni për sa përket kësaj shenje dhe momentet që do të shikoni vetiu të ecni përpara dhe të arrini qëllimin tuaj për sa përket ndryshimeve dhe momenteve të arta. Në lidhje me çështjet shpirtërore, në lidhje me gjëra që do të keni dhe keni pasur disa problematika të ndryshme, i keni zgjidhur dhe është momenti juaj tani më i mirë i mundshëm për sa përket anës ekonomike dhe për sa përket ndryshimeve, prandaj mos u shqetësoni fare, sidomos bashkim familjar e keni me shigjetar të 10 diqit të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft surprizuese, mjaft ndikuese dhe mundësi të arta që do të kenë tani e tutje, që këta janë të shenjës së virgjëreshës. Për të shenjës së virgjëreshës, me qenë se virgjëreshat duket se kanë një farë mundësie, kanë një farë të drejtë në fakt, që e dinë se ku shkojnë, dinë se çfarë bëjnë, por nga ana tjetër lodhen shumë për sa i përket punës së tyre, për sa i përket asaj që ata pretendojnë ose duan të arrijnë majat me anën ekonomike dhe financiare, me ndryshimet të mëdha që do të kenë, por kjo periudhë është mjaft e mirë, sepse tregon mënyrën, tregon kohën, tregon ndryshimin dhe mundësi të arta. Një periudhë që ju ndihmon të organizoni më qartë ardhmen tuaj. Pikërisht,
dita e hënë e fillimit të muajit dhe të javës, ju shtyn të mendoni më seriozisht për objektivat tuaja personale dhe profesionale. Mund të lini një ide e re, një mundësi interesante apo një kontakt që ju ndihmon të shikoni ndryshimin, drejtimin që dëshironi të ndiqni, pavarësisht çështjeve të punës, pavarësisht gjërave dhe favorizimeve që juve keni. Është mundësia mjaft e mirë e tepër pozitive, sepse zgjidhni çështje problematike, zgjidhni disa gjëra që nga njëra anë keni disa probleme të vogla, janë probleme që e zgjidhni vetë juve, dhe koha që tregon tani, ku është dhe momenti, është dhe periudha, është dhe ndryshimi. Për ndryshimin e keni juve sepse gjërat janë anën tuaj më të mirë punshme dhe disa takime jo të rastësishme, por me vërtetësinë tuaj, me atë çka jeni, me atë çka keni, është një moment mjaft i mirë dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon kaq shumë që juve keni dhe mundësitë. Por mos harrojmë, sepse Mërkuri nga Gaforia juve ju ndihmon jashtëmasës, sepse duke pasur parasysh klima fillon gradualisht të bëhet pozitive për juve, komunikimi mes miq ka i diçka shumë të madhe, bashkëpunëtor, njerëz që ndajnë të njëjtat ide me juve dhe kjo do thotë ju bëheni më të ngrohtë dhe më emocional. Është një periudhë shumë e mirë për të organizuar plane, diskutime, projekte për të marrë mbështetje nga njerëz që ju vlerësojnë në realitet. Dhe kjo është një nga mundësitë më të arta që do të keni tani tutje, dhe kjo është një nga vendimet që do të merrni, sepse duke pasur parasysh disa ndikime, siç që thash në fillim të emisionit, në ditët më të mira që ka të bëjnë, që apo datat, domethënë të ndikimit datës 1 që fillon muaji, fillon java, data 3, data 5, 6, 7, ku janë disa data mjaft të ndikuara në këtë aspekt, por gjithsesi periudha dhe koha tregon që jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme të historisë, por gjithashtu ka dhe një mundësi mjaft të mirë, sepse stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha, juve e keni mundësinë, keni dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat, keni dhe kohën e duhur për të arritur qëllimin tuaj, dhe është mundësia më e mirë e mundshme mbi stabilizimet dhe mbi çështjet që kanë të bëjnë me vendimet që do të merrni dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave. Gjithashtu ka të bëjë dhe me një mundësi shumë të mirë, mundësi e artë, mund ta thosha unë, sepse do të thotë në dashurinë e vërtet, është virgjëresh peshk, është virgjëresh binjak, është virgjëresh shigjetar. Pra është një nga mundësitë më të mira dhe kohën më të artë që mund të keni tani tutje, prandaj mos e lini pas dore gjërat, por bini pas për çështjet të mëdha që do të keni, sepse është momenti më i mirë i mundshëm, edhe pse keni pasur disa probleme, disa gjëra që nuk ju shkojnë juve si shenjë, por meqense e keni tani si mundësi, mund ta shfrytëzoni për të mirën tuaj, sepse është koha mjaft pozitive, është koha që juve do shikoni gjërat të realizoni siç doni, dhe kjo do të thotë që është një nga mundësitë më të mira tani tutje që do të rregulloni gjërat e juaja, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në anën ekonomike. Por gjithashtu, një bashkim familjar është e mundur të ndodhi, sepse keni kohën tuaj për zgjidhje të problemeve, për zgjidhje të çështjeve madhore që do keni tani tutje, edhe pse me një ndryshim, mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e vështirë në fakt për tu realizuar gjërat së natyre, por gjithsesi koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që favorizon, rregullon ekonominë dhe mundësinë e artë që vjen drejt kësaj shenje, mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme mbi takimet, mbi bisedimet të rëndësisë së veçantë, që këto janë të shenjës së peshores. Përsa përket juve të kësaj shenje, duke se filloni muajin, e filloni javën me ndikime të mëdha, sepse fokusi juaj është tek puna, objektivat personale dhe në mënyrë që dëshirojnë të organizojnë të ardhmen tuaj. Mund të zhvillohen biseda të rëndësishme profesionale, ose të mendoni më seriozisht për drejtimin që dëshironi të ndiqni. Është një periudhë që favorizon organizimin, komunikimin dhe reflektimin mbi prioritetet tuaja. Një periudhë që ndihmon të shihni qartë çfarë kërkoni dhe çfarë doni të dhe ku doni të shkoni dhe çfarë doni të bisedoni. Ka diçka shumë të madhe, sepse ditët e para, data 1, 2, 3, që ka të bëjnë shumë lidhje me mundësinë, lidhje me komunikimin, kuptimin, dhe është një marrëdhënie ndikime më të mëdha që në realitet ju lodhin emocionalisht, po ka për t'ia vlerësuar për punën që keni. Pavarësisht se unë keni pasur disa probleme të vogla ose disa gjëra që nuk kanë qenë të vërteta,
por vërtetësia duket tek puna. Juve e keni, edhe pse padrejtësi që janë bërë juve, edhe pse keni pasur mjaft çështje të lëna pezull për një arsye apo për tjetrën, është një mundësi tani një moment të mjaft ndikues, rrezatues për atë çka doni të bëni, edhe pse është një moment që vërtet keni mundësinë dhe kohën e duhur për ndryshime të mëdha që do të vinë tani e tutje, është momenti juaj, është koha që jepet dhe mundësia dhe koha e duhur për të pasur mjaft ndryshime dhe vendime të rëndësishme. Është periudha që vërtet keni kohën tuaj, keni momentin e artë për të zhvilluar dhe ndryshuar disa gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Megjithatë, është dhe momenti juaj dhe koha më ideale, sepse afrimiteti dhe ndryshimi, mundësia dhe rëndësia në kohën ekonomike, financiare juve ju ndihmojnë jashtëmase përsa përket zgjidhjes së problematikave, përsa përket asaj çka juve jeni dhe keni, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, sepse keni kohën tuaj, sepse ja arrini qëllimin asaj çka juve keni në brendësinë tuaj, dhe kjo është një nga ndikimet më favorite dhe mundësitë më të mira që do të keni tani tutje. Dashuria duket se ka të bëjnë shumë, sidomos 10 diçi i parë i shenjës së peshores ka një lidhje me dashët e 10 diçit të dytë, kurse 10 diçi i dytë i shenjës së peshores në fushën e dashurisë bashkim familjar është me ujor të 10 diçit parë, kurse 10 diçi i tretë ka një ndikim shumë të madh me gafore të 10 diçit parë, ku është një mundësi shumë e mirë ose një bashkim familjar, dokumentacioni, sepse këndet që bëjnë planetet, mundësitë që ju jepen, duke pasur parasysh Afroditën, që është guvernatori juaj, në një kënd që bën me diellin, u jep disa mundësi gjatë gjithë kësaj jave, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse juve nuk është puna e reagimit ose puna e një problematike që mund keni pasur dikur, por është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje, ku do të keni mundësinë, do të keni kohën e duhur përsa përket zgjidhjeve dhe mundësive të arta që vijnë drejt jush. Kjo do të thotë keni mundësinë dhe kohën e duhur përsa përket gjërave që do t'i shikoni dhe vetë gjatë ndryshimit që do të keni dhe mundësitë që vinë në anën tuaj. Mundësitë janë ato që ju bëjnë të ndjeni superior në lidhje me ekonominë, jeni të kënaqur, të lumtur në lidhje me ndryshimet të tjera që do të vinë tani tutje, kur është edhe momenti, koha e duhur përsa përket çështjeve madhore dhe çështjet financiare. Por meqense një punë e re duket se është në horizont, shikojeni në detaje, ose do ta blini ose me qira, është momenti më i mirë i mundshëm për sa përket gjërave që doni të bëni, gjërat që do të kërkoni të realizoni, dhe është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që të tjerët ju sabotojnë. Juve ju ndikojnë në favorin tuaj, sepse juve keni mundësinë për të zgjidhur problemet. Mund të hakroheni në thonjza, por keni dhe ilaçin e duhur për të rregulluar edhe një herë nga fillimi gjërat ose çështjet që keni. Keni një gjë dhe një armë shumë të fuqishme në mendjen tuaj. Keni atë që shikoni me sy dhe jo me fjalë. Kuptoni shumë. Në kohra të vështira zgjidhni problemin, dhe këto janë akrepët. Për sa i përket juve të kësaj shenje, akrepët duket se kanë të bëjnë mjaft ndikime mendja juaj që është mjaft ndikuese, udhëtime, studime, projekte profesionale, kontakte me njerëz që hapin perspektiva të reja në jetën tuaj. Është një periudhë shumë e mirë për të organizuar objektivat afatgjatë, për të menduar me optimizëm për të ardhmen tuaj. Disa gjëra që kjo periudhë që ju ndihmon të ndryshoni mënyrën se si shihni gjërat, që është një mundësi mjaft e mirë, jep mundësi të shihni qartë situatën drejt tani të krijuar, sepse keni pasur pasiguri apo konfuzion. Mund të lini një ide e re, një propozim interesant apo një dëshirë më e fortë për të ndryshuar ritmin dhe drejtimin e jetës suaj. Gradualisht klima bëhet më e lehtë dhe ju ndihmon të rifilloni besimin, të rifitoni besimin tuaj tek të tretët, sepse kjo do thotë plani juaj afatgjatë, që është ndikimi, është favorizimi dhe mundësia më e mirë e mundshme që është tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse juve i keni të gjitha mundësitë, edhe pse akrepët e 10 diçit parë që do merren me blerje, me shitje, dhe kjo ka të bëjë shumë me disa ndikime të mëdha, por edhe 10 diçi dytë me pasuritë patundshme, ku dëshiron të bëjë një shitje shumë të rëndësishme, sepse do ndryshoj
të gjithë gamën e gjërave të ekonomike, financiare, punën, vendbanimin, gjërat të kësaj natyre e kanë mundësinë akrepët për të realizuar gjë të tilla. Kurse 10 tretë, përgatituni për dokumentacione ku keni mundësinë, sidomos në fund të 10 tretë, pa u futur dielli në shigjetar, pra 2 ditët e fundit, 3 ditët e fundit, kush ka lindur në këto ditë shenjës akrepit, u jepet një mundësi shumë e mirë sepse stabilizimi dhe gjërat konkrete që juve keni, pra të lindur të datës 18, 19, 20, 21, ndikimit të madh që ata kanë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën e tyre, sepse është një mundësi mjaft e mirë në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me gjërat që përveç se kanë mundësinë e punës dhe të karrierës, por kanë edhe mundësi të tjera që do t'i shikojnë dhe vetë në vazhdimsi, kur kjo periudhë është e juaja dhe ju ndihmon për të parë gjërat më në detaje dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Lidhjet që kanë të bëjnë, lidhjet afatgjatë, duket se kanë bëjnë shumë me shenjën e demit të 10 ditësh të parë, një mundësi shumë e mirë kjo, ku do të thotë që vërtet i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e financave, por dashuria munguar me dem, edhe mund të keni në punën tuaj ku punoni, mund të bëni një lidhje, një njohje dhe të arrini në martesë, sepse është një nga mundësitë, është një nga kohërat më të mira të mundshme të keni ndonjëherë mbi zhvillimet edhe ndryshimet që do të keni në fushat e juaja. Megjithatë, edhe pse një mundësi që keni tani është mundësia e artë për të zhvilluar dhe ndryshuar shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe mundësitë e tjera që do të keni. Por gjithashtu, nuk ka vend për të shqetësuar këtu për 1000 arsye, sepse keni pasur disa probleme me ekonominë, disa probleme me punën, disa probleme me ndryshimet të njëpasnjëshme, sepse kjo lidhet edhe me disa sekrete të brendshme që juve keni, me vjedicin e dytë që është me luan, nëse keni një lidhje të tillë dhe nuk e keni akoma zyrtarizuar, është mirë që këtë javë të shikoni të hapni pak rrethin shoqëror me njerëzit e të dashur suaj apo të dashurit tuaj. Është një mundësi shumë e mirë dhe një kohë që përcakton për të ardhmen tuaj të ndritur, që shkoni në altar, siç është me ndikimin më të madh, që është me shigjetar dhe me gaforët e 10 ditësh të parë. I keni të gjitha mundësitë, keni kohën e dur për gjitha gjërat që ndodhin në mundësinë në kohën e dur, sepse juve jeni shumë shahist të shkëlqyer, dini të luzni shah, dini të fitoni dhe dini të lejoni që tjetri të fitojë për arsye të psikologjisë, për arsye të gjërave dhe jeni mjaft përpara për të qenë në këtë kohë. Të 30 ditësh kanë një mundësi shumë të mirë mbi ndryshime që vijnë, mbi kohën e dur që ata kanë. Bashkim familjar 10 ditë i tretë që është me ndikimin më të madh që do thotë me vigëresht e 10 ditësh të dytë, e keni mundësinë, pse jo, mund të bini pas edhe dilni të fituar në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është në anën më të mirë të mundshme dhe është në pritje të ndryshimeve të mëdha financiare dhe gjëra të tjera që do të bëjnë ndryshimin e madh në vazhdimsi, sepse jeta ka treguar që do të arrini qëllimin tuaj mbi mundësitë, mbi kohën e duhur për stabilizuar anën ekonomike, për stabilizuar gjëra të mëdha financiare dhe disa gjëra të tjera në çështjet ligjore dalin shumë të fituar dhe marrin përfaqësinë për ata që janë në diasporë, për ata që kanë pasur probleme me dokumentat, me kartat, ose duke pritur një pasaport ose diçka kësaj natyre dokument, e keni pikërisht këtë javë, që këta janë shigjetarët. Kjo periudhë është mjaft ndikuese sepse presioni ditëve të kaluar duket se keni mundësinë dhe tani është koha mjaft e mirë për sa përket zhvillimeve mjaft të mira, por mund jeni dhe me ndikimet më të mëdha që do keni në lidhje me anën ekonomike, me menaxhime dhe ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush për arsye të ekonomisë, për arsye të ndryshimit, për arsye të mundësive dhe të kohës së ardhshme që vjen drejt jush. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar për sa përket mundësive dhe ndryshimeve, mundësive të arta që vijnë drejt jush, dhe kjo nuk do të thotë problem, kjo nuk do të thotë ndikim asgjë mbi atë çka është, por është një mundësi e artë, është një mundësi shumë e mirë, sepse stabilizon, konkretizon gjëra të mëdha që vijnë drejt jush dhe kjo është një nga kohrat më të mira
më pozitive të qena ndonjëherë edhe një nga periudhat më të arta që mund të keni drejt e në mundësit të arta të ekonomisë, të punës dhe të vazhdimësisë. Mundësit janë ato që duke në radhë parë që i keni mundësin e kohën e dur, keni mundësin që do t'i zgjidhni gjërat sipas dëshirës suaj. Po, dëshira më e mirë e mundshme që është një nga periudhat të arta të ndryshimeve të mëdha që keni, momenti i duhur në kohën e duhur, sepse gjithmonë juve jeni një hapar sa çfarë ndodh se kam thënë edhe themet madhe për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve që keni të njëpasnjëshme me ekonominë tuaj, me zhvillimin ekonomiko-financiar, dhe kjo është një nga momentet e duhura përsa përket vazhdimësisë dhe korrektësisë suaj, se jeni shumë korrekt me punën, jeni shumë korrekt me gjëra të mëdha që do keni tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, edhe pse me pak vështirësi, edhe pse jeni me mbiqëllimet që keni vend vetes të ekonomisë, të ndryshimeve, të mundësive, të kohës së ardhshme që keni, dhe gjërat që do të ndryshojnë rrugtimin tuaj, në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj të gjërave, dhe është një moment shumë i artë dhe tepër pozitiv për të ndryshuar jetën tuaj, për ndryshuar gjërat e mëdha ekonomiko-financiare, për ndryshuar shumë gjëra, për të ndryshuar në anën ekonomike, dhe 10 ditë që i parë që ka një ndikim shumë të madh tani për tani. Po çfarë vallë ka? Ka një ndikim për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket disa para për të marrë dhe i merr, do thosha unë, dhe kjo do thotë sepse shiketarët janë në rrugtimin e tyre më të mirë, dhe kjo do thotë me vendime të rëndësishme që do të kenë tani tutje. Bisedime të rëndësishme lidhen me ekonominë të përbashkët, detyrime apo marrëdhënie që kërkohet më shumë besim, qartësi. Intuita juaj bëhet më e fortë dhe ndihmon të kuptoni mirë njerëzit dhe situatat përreth. Gjithçka është e duhura në anën tuaj. Megjithatë, kjo periudhë ju ndihmon të rifitoni optimizmin tuaj, të organizoni më shumë seriozitet, objektivat dhe dëshironi të realizoni në muajt e ardhshëm, prandaj keni kohën tuaj tani që të shikoni çfarë do të bëni. Por në fushën e dashurisë, unë do të thosha që shigjetar binjak, shigjetar virgjëresh, shigjetar ujor të 30 ditë që kanë mundësinë, por me ujor edhe pse juve jeni një shenjë zjarri me një shenjë ajri, e keni mundësinë që të zgjidhni gjërat e juaja. Por shigjetar virgjëresh, me se shenjat e tokës, shigjetar shenjat e zjarrit shkojnë shumë, do ta thosha unë, me virgjëreshën, me demin, me briçapin e kanë në mundësi sepse kanë shumë planete në anën e kundërt të gjërave nga ndonjëherë, por bien ujdi për gjëra të mëdha, për gjëra që startojnë këtë periudhë, dhe është një nga periudhat më të mira dhe më të arta përsa i përket anës dhe financimeve që do të keni tani tutje. Por do të keni kujdes, juve jeni në diasporë të diçit të tretë, do t'i duhet disa dokumenta që të plotësoni, por tek plotësimi jeni të kujdesshëm, mos gaboni sepse janë disa gjëra që ndryshe mendoni, ndryshe veproni. Por megjithatë, keni një mundësi tani për t'i zgjidhur këto gjëra, sepse koha tregon dhe ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, dhe keni mundësi, nuk është puna se e bëni me sforcë ose do jeni në mënyra të ndryshme përsa përket rregullit, përsa përket ndryshimeve, përsa përket mundësive të arta dhe bisedimeve të shkëlqyera që do keni në jetën, në përditshmërinë tuaj dhe vazhdimsinë ideale në këtë aspekt. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është periudha juaj, është ajo çka un kam, çka dua dhe dua të stabilizoj. Prandaj është koha juaj, prandaj është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar ekonominë dhe biznesin. Gjithashtu, keni gjithkohën në dorën tuaj dhe gjithkohën dhe mundësitë të arta që vinë drejt jush përsa përket çështjeve madhore, financiare, biznesi në anën tjetër, por dhe dashuria e munguar, por kjo nuk do thoshte se ka diçka problematike, megjithatë është mundësia dhe koha e duhur për zgjidhur çështje problematike në anën tuaj. Gjithashtu ka diçka që në një dokument juve që ta merrni 10 ditë të tretë do të dini shumë të fituar nga ky drejtim, dhe ka një diçka shumë të madhe sepse duket se ka të bëjnë në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm ku do gjeni mundësi dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat të përgjithshme mbi këtë bazë dhe mundësi të arta. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë që vërtet rrezaton, mundson dhe rregullon. Si do të thotë shenja e britsjapëve.
Është një periudhë që favorizon bisedat, sqarimet, kontaktet e rëndësishme me partner të rëndësishëm bashkëpunëtor, apo njerëz që luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj. Mund të kuptoni qartë pa të çka bëhet fjalë. Marrëdhëniet kanë vlerë reale dhe cilat ju lodhin emocionalisht, ata që ju lodhin kalojnë në plan të dytë. Ndikimet që kanë bërë një periudhë që ju ndihmon të vendosni prioritetet e reja, sepse pikërisht kjo javë dhe fillimi i muajit qershor, muaj të mbar juroj, dhe ka për qenë, do të thotë që kur mendoni seriozisht për stabilitetin tuaj emocional dhe profesional, mund të lindin ide të reja, diskutime të rëndësishme apo një dëshirë për të ndryshuar mënyrën se si organizoni jetën tuaj. Gradualisht klima fillon të bëhet më e qartë dhe ju ndihmon të merrni vendime më të pjekura për të ardhmen tuaj. Vërtet është mundësia ose periudha ku juve i keni mundësitë ose ndryshime të mëdha me mënyrën e të qenit ose ndikimin e madh që ka të bëjnë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa ndryshime të mëdha dhe funksionimi, se jeni në funksionin e punës të karrierës dhe të ndryshimit të madh që vjen gradualisht tek juve. Por edhe pse kjo periudhë është mjaft intuitive, pozitive, e rëndësishme për kohën dhe për momentin. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për çështjet aktuale që ve kemi. Momentin e duhur që do të ndryshojnë rrotën e historisë për juve. Është dhe koha dhe periudha që vërtet në startimin dhe ndryshimin e madh që keni, është një nga momentet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Dhe do thonë juve, sa është mundësia, Jorgo, që unë të arri majat me atë çka kam, me atë çka jam dhe ku do të shkoj. Të 30 vjeç që kanë mundësinë e artë, e studiojeni. Nëse studioni mirë, pastër, dilni me sukses në çdo drejtim tuaj. Momentet që janë tani, janë momentet të ndryshimit madh të komunikimit, të vendimit, të ndryshimeve të financave të ekonomisë, por nga ana tjetër, jeni mjaft të ndikuar, sepse përveç se keni bëni me një takim pune, të 10 vitit parë, dhe mbyllni aty për aty në fakt, sepse një treshi dhe data 6 u jep mundësinë e komunikimit bazë. E shtuna është mjaft pozitive për ju, sepse është dita juaj, dita e Saturnit. Por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Prioriteti juaj është ekonomia. Dashuria nga njëra anë e jeni pak fajtor. Sidomos lidhjet bricjap gafore, bricjap dash, bricjap peshore, me bricjap peshore është një nga mënyrat ose mundësitë e anës ekonomike financiare ose gjëra që ka të bëjnë me çështjet magjike, personale, individuale, mundësitë, sepse është një kohë që përcakton, është një kohë që rrezaton në mënyrën dhe mundësinë e artë që ka të bëjë. Po mirë, sa është e thëna me të bërë është larg, por për ju është shumë afër. Do shikoni, të realizohet një plan që keni 3 vite. A blerë shtëpi është kjo që do të dërgoni disa dokumenta dhe do t'ju aprovohet. Po. Dhe kjo do të 30 vite që kanë këtë mundësi. Pikërisht kjo javë, ky muaj është muaj i mendimeve të mëdha. Vini pas, dhe të më kujtoni. Sepse të gjitha shenjat kanë ndikime më të mëdha, por juve njëri jeni përveç. Po, e keni mundësinë. Siç janë shenjat e ujit ose shenjat e zjarrit. Janë 3 shenjat më ndikuese dhe më rrezatuese në këtë drejtim. Kurse dashuria, bashkim familjar është me dashur dhe diçit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë stabilizimi, çështjet konkrete, realizimi dhe jetja e mundësive të reja në vazhdimsi. Që këta janë ujorët, ujorët të dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë ku ndikimet, favorizimet, mundësitë e arta që vijnë drejt jush ka të bëjnë shumë me ekonominë,
ka të bëjnë shumë me vazhdimsinë dhe kohën e duhur mbi gjërat që do të keni. Është një periudhë gjithashtu sepse mund të mendoni seriozisht për të arritur qëllimin tuaj mbi atë çka jeni dhe atë çka keni, sepse pikërisht kjo periudhë është një nga periudhat më të arta, sepse fokusi juaj është mendimi dhe përshota për më tepër në lidhje me ekonominë dhe punën, por prestigji, ajo çka jeni juve, se presioni i brendshëm prish disa ekuilibra, por keni kohën dhe energjinë tuaj. Mund të mendoni edhe më seriozisht për ndryshimet e stilit të jetesës tuaj me ritmin e përditshmërisë, apo në çështje që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen me dashurinë, lidhen me vendimet e tjera që do të keni, por gjithashtu është një ndikim shumë i mirë sepse jeni të qartë, pra prioritetet e qarta dhe për të organizuar më mirë gjërat që keni, detyrimet juaja në fushën e biznesit, karrierave dhe gjërat e tjera. Një periudhë që ju shtyn të ndryshoni mënyrën dhe funksionimin. Keni një diçka shumë të madhe mbi atë çka juve jeni, atë çka juve keni, sepse gjithmonë gjërat janë në anën tuaj. Dhe nuk e diskutoj këtë, sepse është puna, është ajo çka jam, ajo çka dua të realizoj dhe e konfirmoj. Mirë po, gjitha këto ju ndihmojnë jashtë përse përket asaj çka jeni, asaj çka keni, sepse stabilizimi, puna, vendosmëria, ndryshimi janë gjërat më kryesore, gjërat më imediate, më të ndikuara. Dhe kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me punën tuaj, me ndryshimin e madh, me pozicionimin e planeteve që juve ju jep mundësi, ju jep zemër dhe vazhdimsi. Duke gjithashtu, sepse një periudhë që është tani, do thosha që stabiliteti, pavarësia dhe pavarësisht tensioneve që keni juve, por është një periudhë tani që vërtet dhe shikoni dhe vetë, një periudhë që ju shtyn të ndryshoni mënyrën se si funksiononi. Dhe nëse keni pasur disa njerëz që keni dhënë dhe s'keni marrë, dhe jepni akoma se mbase do merrni, largoni një orë më përpara. Se nuk ja vlen baraqiran, nga njëra anë të harxhoni, në anën tjetër të mos fitoni. Edhe të fitoni pak aq sa nuk ja vlen baraqiran. Këtu shikojeni pak të gjë sepse do t'i bëni mundësi tani nga e mërkura e njëjtja që të shikoni, të bëni disa bisedime të rëndësishme, shumë të rëndësishme atje, për atë çka jeni në ekonominë, çka jeni në vazhdimsinë e gjërave, pozicionimin e planeteve, dhe një moment shumë i artë që është tani në këtë periudhë që juve i vendosni gjëra dhe vendosni piketat shumë larg. Dhe ujorët e kanë, dhjediçi i parë është shumë i favorizuar mbi takimet e bisedimet. Dhjediçi i tretë është mjaft ndikues në marrjen e vendimeve të rëndësishme, një punë shumë të rëndësishme që mund ta marrë. Një punë e rëndësishme dhe planet afatgjatë. Një kontratë që mund të jetë 5 vjeçare. Një çështje që do të merrni një ofertë shumë të rëndësishme të dhjediçit të dytë. Prandaj bini pas. Dokumentat gjithashtu kanë mundësinë, sidomos ndikimet më të mëdha të dhjediçit të dytë, kurse në fushën e dashurisë duket se ujor luan, ujor akrep, ujor dem është aja dhe zheja. Edhe pse mundoheni shumë për të arritur asaj çka keni ose asaj çka juve ju intereson më tepër xhanëm, sepse ndryshe unë mendoj, thoni juve, mendoj sepse më tepër vendos logjikën. Se ku ke logjikën, ke edhe ato që ti kërkon. Dhe këtë e realizon me mundësinë më të artë që ndonjëherë. Periudha që ndodhin fenomene të ndryshme, ekonomia, stabilizimi, mundësia, rëndësia që do të jepni vetes, nuk e diskutoj këtë, as nuk e vend dyshim për një arsye. Por është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment i artë mbi atë çka jam, atë çka dua dhe e kërkoj. E kërkoj i arrit qëllimin. Sepse gjithmonë e keni një mundësi të tillë. Prandaj bini pas, mos i lini gjërat pasdore. Këtë unë a them me bindje plot, rishikojeni prioritetet e juaja, sepse është koha, sepse është momenti për stabilizuar gjërat e vështira. Po. Dhe kjo është një nga mundësitë tani më të arta dhe më të mira të qenë ndonjëherë. Prandaj mos u shqetësoni, prandaj lireni gjërat ashtu siç janë, sepse kjo është koha juaj, ky është momenti i mirë dhe i stabilizimit të gjërave që kërkoni. Një nga problematikat ose keni pasur debate ka qenë me akrep.
por e zgjidhni pikërisht tani. Keni pasur një bashkim familjar me Dem, po keni debatuar në muajin prill. Maj ka qenë një muaj i butë, por gjërat që do bëni, por tani në qershor, që filloni me kuptimin më të mirë të mundshëm dhe është një nga momentet më të arta të qenë ndonjëherë në këtë aspekt. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rrezaton, siguron, stabilizon i arrin qëllimit, që janë peshqit. Për sa i përket juve të shenjës së peshqve, peshqit duket se kjo periudhë është e tyre. Funksionon që rrezaton. Momenti dhe mundësia ka të bëjnë shumë sepse Mërkuri në gafore do thot prioritete, partneritete, sepse jeni shenjë uji. Shenjë ujit me shenjë ujit kanë kuptimin e brendshëm të shpirtit të tyre, realizimi i një ballafaqimi, sepse do fitoni të drejtën tuaj, një gëzim shumë i madh, sepse keni qenë ngrindur me njëri tjetrin nga një person i tretë që i pëlqente që të vendosi në sherr njerëzit e rëndësishëm që të fitojnë pikërisht ta të tjerët. Por nuk e kuptuan që humbën dhe nuk përballen dot me të vërtetën. Nuk përballen dot me të vërtetën me gjëra të mëdha. Dhe kjo është një nga aspiratat dhe mundësitë e arta që do vazhdoni drejt së ardhmes. Peshqit ka një moment shumë të mirë, sepse peshqit duket se e gjithë historia dhe koha e duhur, për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve të mëdha që vinë. Dhe kjo do të thotë me Mërkurin në shenjën e gaforës, klima fillon gradualisht të bëhet më favorshme për juve. Komunikimet bëhen më të ngrohta, emocionet dhe më ndikuese më të mëdha. Është një periudhë shumë e mirë për marrëdhënie ekonomike, financiare dhe personale. Gjithashtu profesionale për idetë e reja, kontakte që bëni dhe do ndjeni shumë mirë, sepse ndikimet janë të mëdha, mundësitë janë të arta. Periudha ju ndihmon të rifitoni optimizmin tuaj. Kjo periudhë, që do thotë në datën 2, 3, 5, 6, 7, keni mundësi shumë mirë sepse ju jep mundësinë të shihni qartë çfarë doni në të vërtetë, që të jeni të lumtur, në të cilat situata nuk shërbejnë më, do të hiqni. Mund të lini një ide, mundësi e artë, njohje interesante, apo jo vetëm kaq, por do keni mundësinë nga duke u frymëzuar dhe jeni shumë optimist për të ardhmen, ju jepet mundësia dhe koha është në favorin tuaj. Ndryshime të mëdha që vijnë dhe periudha. Dashuria për të 30 diqet ka të bëjnë shumë me virgjëresht të 10 diqit parë, me shigjetar të 10 diqit tretë, me binjak të 10 diqit të dytë, të palidhurit, e kam fjalën. Është një mundësi shumë e mirë dhe mjaft ideale, favorizuese. Dhe motoja e kësaj jave do thotë ndrysho të pandryshueshmen. Arrit atë që ti ke në zemrën tënde dhe gëzimi është i sigurt. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave nga data 1 deri më datën 7 qershor 2026. Por para se të ndami bashk, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar në çdo aspekt. Kemi këtë faqen këtu, astrologu.al. Dhe gjithçka që dëshironi, sekretarinë e keni atje. Dërgoni emailin pastaj, flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsApp-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Në një rrevulla. Bismillah.